Fevzi, me që të kam atje, do më ndihmosh të lutem që mos e bëj unë provën, ti je i besuar, të lutem Fevzia mund t'i marrësh dhe t'i shohësh në dorë, janë të vërteta. Ai Tigan, ai Patkua, se njerëzit në shtëpi nga ekrani mund mendojnë që janë truk. A janë të vërteta apo jo Fevzi? Fevziu po e provon zonja Zotri. Unë se thyej dot. Nuk e thyem dot. Tigani është okay Fevzi apo jo është i sakt? Mund t'i japësh Fevzi Tiganin Majkut, ndërkohë Fevziu ka në dorë. Është nga ata të vjetrit i mban mend ti. Por është i vërtet. Patkoj kujt? Se ma i mend. Patkoj kujt ma kujto. Jo e kam seriozisht. Mban mend kush bënte biznes me Patkoj? Emin Barshi. Emin Barshi po. E mban mend publiku Eminin? Kështetari në Nanos dhe të Berishës? Emin Barshi po ka bërë Patkua, ka bërë biznes me Patkon Emini. Dhe hekur i Fevzi mund ta prekësh? Është i shumë. Është i shumë për hekur i e papar. Është e vërtet Fevzi apo jo? Më bëri miq, bëra miq që ftoha Fevzius, pa të thoshin Çajna gënjeu, pale ato ishin gjëra. Çani kjo më trembin çik. Po do e shohim tani. Se derte Tigani. Mike Benson që ka në krah Fevzi ka takuar Jezusin në moshën 21 vjeçare, kur u fut në burg për herë të dytë. Që i kanë ndryshuar jetën, ishin deri tani pa tregoj historinë e tij. Dhe merren me sportet e rënda. Dhe Conquerors që grupi janë 13 veta, janë miqtë e Pastor Akili që mi ka sjellë në studio sot. Po be shef, të dy krahët bashku nuk i bëj sa krahët. Ishin te burgu i Vajçarit dhe te burgu i Fushkujës Fevzi këtë javë. Dhe nesër kanë eveniment nëse zbie shi te amfiteatri i liçenit artificial. Dhe në orën 4 mbasditë janë te kisha e Pastorit, mbrapa Radio Televizionit Shqiptar. Jemi gati, Mike? Fevziu na shërbeu sonte si noter, falenderit Fevzi. Një noter që na verifikojnë në fund fundit, na provoj që këto vegla dhe këto mroklla janë të vërteta. Më mirë që ndodhi kështu. Kujdes, Ledio, ky është momenti. Të shikoni live në këtë studio, në këto 9 vjet s'ka ndodhur ndonjëherë. E fillojmë nga më e lehta, me sa duket, nga letrat e Bixhozit. Mike, Ledio nga të kthehet Majku. Nga cila kamera, atje? Të kthej shpinën ty, Çani. Ajo është kamera, po. So I have a deck of cards. Sepse është një moment, Kam një pa letra Bixhozi. është një moment i vërtet, po. And most of you would agree it would be easy to rip this card in half, Shumë për ju mendoni që vetëm po të gris njërën është shumë e thjeshtë. but that's not what I'm going to do. Ato e grisin të gjithë. Por nuk do të bëj thjesht të gris njërën. I'm going to take the whole deck of cards in my Të hands. gjithë pakun e letrave do ta gris njërëshi. A mund të afrohet te kamera pak më Rip them shumë? in Can you half get at closer with the same camera? time. Can you get closer with the camera? Vetëm pak. Mike, get closer with the... But I need some noise. Po kam nevojë për pak rëvëtyrje. Hajde. Remzo! Remzo! Ledio! Reklame keqe.
Na la pagoj. Hajde Sofi, mblithën e noja që kanë bet nga kjo luftë. Ja ku është Tigani, Mike. Falenderit Mike. Thank you, Mike. Ja se shmund bët me një Tigan zë një zotërin përveç se mund të ushqeni. Edhe mund të mbani. Hajde fol për presidentin masaj. A mund t'i baju këto dhurat? Mund t'i kem dhurat këto? Take it as a gift. Can I keep them? Vërtet? Do i mbaj dhurat. Patjetër. Një Tigan që është përthyer live në studio, na kemi dokument, një patkua. Patkojnë janë biznes i parë jemi mbarqit në këtë vend, që më tha Fevziu ma kujtoj, që në vitet 90-91, patkoj shiko se si është bërë. Urdhë Sofi kemi një hekur atje. That pan, Kemi një hekur atje që Tigane? that's why my wife, she doesn't like me in the kitchen. Ja pse gruaja më mban larg kuzhinës, se ka frikë se unë i shtremëroj të gjitha gjërat, normal. edhe letrat e Bixhozi sigurisht që i mori Sofia, që ishin që jam e letë, ose për mbështyve fare letrat. Me qëra fjalla pastor, unë them që breakdancing, unë Fevziu dhe gocat e Aurelës, që kemi në studio modelet, ta shofim në fund breakdancing që do na performoj 2 minuta live Gregu, po para se të shkoj Gregu atje, se të dua që pas breakdancing të ikin direkt dhe të lëmë të lirë të ftuarit bashkë me ju. Pastor më thoni, në pak sekonda, cili është mesazhi e njerëzit tani që pan Majkun dhe Gregun duke performuar, duke urmar me sporte të tilla dhe ndërkohë me Jezusin në zemër. Ka një kontradiktë gjithë këtë apo jo? Mesazhi dashurian është shumë i thjeshtë. Ne kishim këtu këta dy individ, të cilët janë të kundërta e njëri tjetrit, një djalë i cili Njëri që ka jetuar një ka jetë jetuar një normale, jetë të shturur totalisht, Majku, në Burg për 11 vjet, edhe atje në Burg ai takoi Krishtin, edhe tha që Zoti i foli shpirtit tim dhe atje ishte pika e tij e ndryshimit. Në krau tjetër kemi një djalë i cili dëshmoi që kam qenë i suksesshëm në shkollë, kam qenë i suksesshëm në sport, në familje, gjithçka ka shkuar në rregull, por gjatë gjithë kohës kërkoja që të plotësoja të boshllëk të madh brenda me në shpirtin tim, boshllëk të cilin vetëm Perëndia mund ta plotësojë në zemrën e njeriu. Ka shumë çuna të fortë në Tiranë, edhe në Shqipëri. Dhe mesazhi është ky, që unë dëshiroj sot që përmes dëshmisë së Majkut dhe dëshmisë së Gregut edhe faktit që ne jemi sot në këtë studio dhe unë kam me vete, si gjithmonë, në studion tuaj Biblën, fjalën e Zotit. Është vjata e vjetër apo vjata e Edhe e reja, jam bashkë. Jam bashkë në vjetë, dakor. Po ti ke këtë nga emisioni. E di, nga emisioni Fevziu do më kujtua po. Unë dëshiroj ti. Mos do më lexosh prapë Shëmpalin. Jo. Dakor. Nuk do lexoj gjë sonde, vetëm do them. Dakor. Ky libër është libri i cili është në gjendje të transformojë jetën e çdo të forti dhe çdo individi normal. Të gjithë neve kemi nevojë për këtë fjalë, e cila është fjala e Perëndis, e cila është në gjendje të sjellë jetën e vërtet, realitetin e së përjetshmes brenda jetëve tona. Ndaj unë dëshiroj edhe një të falenderoj për mundësinë që na dhe për të pas këtë spektakël sot në studio. Unë nuk do ta kthej në një mesh apo nuk do të bëjmë religjon sonde, le ta lëm në atë gëzimin dhe nga zëllimi e spektaklit. Dëshiroj t'i ftoj të gjithë çunat e fortë Tiranës, të vinë kish, të vjelen në orën 4. Kisha ndodhet mbrapa pas TVSH. Dhe të gjithë personat të cilët janë në kërkim të realitetit Perëndis. Do jeni shumë mirë pritur që të vini dhe të gjeni Zotin. Pastor, falenderoj jashtëmasi që merrën në studio dhe mësolle Gregun dhe Majkun, por jam kurioz të ditë një gjë tjetër, që të jemi koherent deri në fund, të jemi të paktën të jemi të qetë me ata që na shohin. Gjithë ortodoksët që na shohin sot, pastor, mos ndoshta nuk ju vjen mirë që unë fiks në ditën kur kryqëzohet Krishti i tyre, pra Krishti Jezusi i ortodoksëve është sot, ai ringjallet dielën. Ju e kishit një javë më parë apo jo? Mos ndoshta po bëjmë ndonjë mëkat që në fakt unë dhe sot ftova një pastor protestant dhe jo një ortodoks. Unë besoj që të gjithë miqtë tanë, duke qenë se janë dhe vetë gjysmë ortodoks. Jo, realiteti në Shqipëri i harmonisë fetare dhe bashkëjetesës fetare është jashtëzakonshëm. Marr shkas nga kjo që t'i uroj gjithë miqve ortodoksë, gjithë ju ngjasoni më shumë ortodoks apo jo pastor? Edhe ata martohen. Kisha e krishterë, po, në këtë aspekt, po. Kisha e krishterë në botë është ndarë në 3 degëzime kryesore, është kisha katolike Romës, kisha ortodokse dhe kisha protestante, ose kisha ungjillore. Por sot neve, gjatë gjithë emisionit, kemi ndarë dashurinë e madhe të Krishtit që u kryqëzua për gjithë njerëzit. Jo vetëm për ortodoksët, jo vetëm për katolikët, jo vetëm për ungjillorët, por për të gjithë njerëzit. Dhe dashuria e tij është në gjendje që të prek jetën tona, është në gjendje që të na mbush, është në gjendje që të na ngop, është në gjendje që të hap një të ardhmen. Pastor, të falenderoj jashtëmase. Greg, a jemi gati? Greg, you ready for your time? I'm always ready. 1 minutë e gjysmë, 2 minuta maksimumi. 2 minutes. DJ Cherry e ka gati. So the music is një breakdance. A performoj dhe në Burg të Vaqarit? Po është e habishme, sepse një djalë 120 kg, unë s'kisha pa ndonjëherë që të bëj breakdance.
Po pse, Deri tani. zakonisht Po breakdance zakonisht janë këto peshat e lehta, janë peshat e lehta, të shkathët që janë Po kur ta shive tip ti balerini. pastorit, s'ke kur shef. Pse? Po pastoris. Pastori nuk shikon, nuk mund shikoj. Jemi gati? Po jemi gati, jemi vesh gati. ide, vesh Po ide ndihmon atë. sepse do të bëj ato rrotullimet e DJ Cherry, jemi gati? Bukur. Do shikojmë tani një performance live, break dance, nga një personazh që quhet Greg Molkan, që është 120 kg ku jele, jo pse më ike ashtu po këtu. 120 kg, shikoni, do dali atje. Greg, jemi gati. You are ready? Yes, we are ready. Po. Kajt anglisht. Fillojmë Greg Molkan break dance i papar.